mund të themi se janë arritur këto synime sot në 2026, pra gruaja shqiptare shumë herë më tepër e përfaqësuar. I referohem këtu shoqërisë civile, i referohem botës akademike, i referohem sektorit të administratës publike, ku me thënë drejtën, gratë janë plotësisht të përfaqësuara, janë më shumë se 50% në këto sektor. Ndoshta politika është ajo që çalon më tepër. Po, duhet të thosha vetëm dy fjalë për sa i përket asaj pjesës që integrimit, se unë e bëra për arsye sepse unë doja që t'i jepja vendin dhe drejtësinë që meriton çështja e gruas. Do të thotë që është një çështje e rëndësishme. Nuk ka shoqëri të zhvilluar që nuk ka ekuilibra, sepse në fundit çështja e gruas nuk është një çështje e grave për gratë. Është çështje e shoqërisë, është një drejtë njerëzore dhe është përgjegjësi e gjithë. Po pa hyrë në detaje, unë aty kam shtjelluar shumë mirë. Dhe e dyta, duhet të them një gjë konkrete. Kam dëgjuar disa herë në emisione televizive. Dhe po flas për televizione kombëtare, emisione që janë në prime time, dhe dëgjoja njerëz që pretendojnë që e njohin dhe shumë mirë këtë fushë dhe thoshin që lëvizja feministe e përdorin si slogan, ka filluar në vitet 60. Unë e ndjeva dhe si detyrim moral, meqense kam qenë e angazhuar, që t'jepja një informacion më të plot dhe të vërtet për këtë, se lëvizjet feministe kanë filluar që 1848 në Amerikë me konventën e Senekës, ka pasur që 1800 Mary Wollstonecraft e të tjera në Angli. E pastaj në 1878 domethënë kanë pasur edhe ka qenë kandidate për presidente, ishte kolumniste, broker, domethënë ka pasur pastaj vonë Europa në 1907 nuk ka rëndësi, sufragjetat gjitha. Pra, e ndjeva dhe si një detyrim moral, domethënë për ta sqaruar, domethënë çështjen, dhe e përpara se të vishte Shqipëria, domethënë ti duhet gjesh ku e ka pasur dhe ku e ka vendin Shqipëria në raport me botën, se ne çdo gjë edhe sot. Për shembull në disa drejtime kemi që më të avancuar. Zvicra të drejtën e votës gratë kanë arritur 1973, Shqipëria në fillim viteve 20, kështu që. Po dhe nga këto vende që kanë qenë të parat, e kanë arritur në 45. Prandaj lëvizjet e para kanë qenë lëvizje politike, lëvizjet për feministe, se këtu deformohet, keq kuptohet termi feminizëm, ndonjëherë në kohën e komunizmit ishte parë si një term borgjez, domethënë edhe as guxohej, po flas edhe në përgjithësi s'ka koncept, por filloi me të drejtat politike, në fakt ka filluar në lëvizjet politike. Është asociuar me të majtën lëvizja feministe? Dhe në 60-ën, pastaj ka qenë, edhe kjo duhet thënë, ka qenë në një kontekst të caktuar, politik, social dhe kulturor, sepse ndodhi në kohën që u krye ai revolucion social dhe ajo që u quajt counterkultur. Ishte koha e presidencës së Kennedit, domethënë me liberizmin e tij. Simone de Beauvoir me seksin e dytë, për sa që u bë ikone. Këto po flas disa që kanë qenë se lëvizja studentëve. Simona ishte e rëndësishme Martin Luther Kingu, që se duhesh krijuar, nuk e krijonte dot Simona frymën e protestës. Domethënë ka një rol të jashtëzakonshëm, po. Domethënë ishte Kennedy, ishte Martin Luther Kingu me I Have a Dream dhe krijoi klimën e protestave, ishte lufta e Vietnamit, që gjithashtu krijoi frymën e protestës në Europë, dhe padyshim Woodstockët, të cilët sollën ndryshim të madh në kulturën, edhe ky u quajt domethënë revolucion social, counterkulturë, dhe nuk po hyj në detaje, janë të shtjelluara në libër. Dhe tashti natyrisht unë gjithmonë kisha menduar ku është Shqipëria në këto gra që juve përmendët, kanë qenë që në vitet 20-30. Domethënë nuk e konceptojnë dot sot shqiptarët që në vitet 20 një grua si Ullga Plumbi të shkruante në disa media, edhe ka qenë edhe bashkë themeluset e Bota e Re, por në disa media të kohës, ta shifte çështjen e gruas nga perspektiva e të drejtave njerëzore. Kjo është filozofike, nuk është një gjë o burra kanë dalë gratë të mbrojnë gratë.